Mirëmbrëma, sonte në emisionin Bakonomis në Bulevard Televizion është e ftuara ime e veçantë për shkak të pjesëmarrjes së saj për atë angazhimit. Para se unë ta prezantoj, dy fjalë, siç i kam thënë në çdo emision, lidhur me mos pjesëmarrjen e kandidatëve të Partisë Socialiste në televizionin Bulevard. Unë e kam thënë edhe një herë tjetër, gjërat personale të komunikimit që kanë të bëjnë me mua personalisht nuk kanë lidhje me rregullat parime të televizionit. Të gjithë janë të njoftuar për të marrë pjesë në këtë televizion. Është problemi atyre nëse ato nuk e gjejnë veten për të ardhur këtu, nuk kanë kurajet për ballën, dhe unë nuk e di kush janë çyrykët e Ramës, a janë KPD-ja apo janë KPS-ja, le të gjej Rama vet. Dhe ajo që mua më vjen më keq është se mirë çyrykët, por zonjat të cilët kanë bashkëpunuar me televizionin Bulevard dhe me gazetën Bulevard, me portalin Bulevard për shumë vite, nuk e gjejnë kohën dhe nuk e gjejnë mundësinë dhe kanë bërë blok kësaj media. Ata që marrin përsipër të hapin pasaportën europiane për ta çuar në Europë, kanë frikë të vinë në një studio televizive dhe kjo është çështje burracakësh. Kërkoj ndjesë zonjës që kam ftuar sonte për këtë ndërhyrje që bëra, do ta bëjmë me të gjithë ftuarit e tjerë dhe do rikthehem ke emisioni Pa Kompromis në Bulevard Televizion, ku e ftuara ime është avokatja e njohur Redinela Beqiraj. Redinela, faleminderit që je me mua sonte. Atëherë për ta prezantuar, Redinela është kandidata e qarkut të Durrësit e koalicionit të Nisma Shqipëria B, të cilët drejtohet nga zoti Adratik Lapaj. Faleminderit ju për ftesën, mirëmbrëma të gjithëve. Redinela, ju keni filluar fushatën tashmë, jeni duke takuar me njerëzit, por për televizionin tonë duke qenë se edhe ne jemi edhe programi i ri të televizionit i ri, edhe ju jeni kandidate për herë të parë, do deshim një prezantim të parin. Kush është Redinela? Nga ana profesionale, por edhe pastaj për të vazhduar për angazhimin politik. Faleminderit. Unë jam Redinela Beqiraj, jam avokate në profesion prej 11 vitesh. Kam përfunduar studimet për drejtësi në vitin 2011 dhe në vitin 2014 jam licencuar si profesioniste e së drejtës duke marrë titullin avokat. Jam nuse në qytetin e Durrësit, jetoj dhe punoj në këtë qytet. Redinela nuse qytetin e Durrësit. Në familjen e nderuar Kacmoli. Se më desh pyesja. Patjetër. Redinela, është këtë natyrshme që në një moment njeriu vendos që duhet bëhet pjesë e jashtë profesionit e një angazhimi, por pse jo, duke qenë avokate, duke u marrë me shumë njerëz me problematikët me hallet, por duke njohur sistemin drejtësisë. Pyetja ime është shumë me thjesht. Përse u bët pjesë e koalicionit të Shqipëria B? Unë kam zgjedhur të mos qëndroj më e heshtur, por të jap kontributin tim të drejtë për drejtë në ndryshimin që ne kërkojmë për vendin tonë. Çka do të thotë? Ne, si parti, Fokus, kemi shtetin ligjor dhe kush më mirë se sa një avokat, se sa një profesionist i fushës mund të japi kontributin e tij, mund të japi përfshirjen e vet për ndërtimin e shtetit ligjor. Gjithashtu në vëmendjen e secilit prej nesh dua të sjell edhe një thënie të Kennedit, i cili ka pas thënë, mos e pyesni vendin tuaj se çfarë po bën ai për ju, por pyesni veten tuaj se çfarë po bëni ju për vendin tuaj. Pra, mendoj realisht që ne jemi në kushte emergjente dhe kjo është më shumë se sa një kërkesë, është një detyrë qytetare dhe morale për secilin prej nesh. Për të dhënë një pyetje tjetër që sepse mund të ketë shumë njerëz që kanë menduar, por ajo që mu më bën përshtypje është sa ka ndikuar Durrësi që ju të ndikoni të ndikoj tek ju për të qenë kandidate në vendimarrjen time. Në vendimarrjen e politikës. Pra, duke qenë pjesë e një sistemi, që është tërësia, duke qenë avokate, duke qenë me problematikë dhe sepse kauzave civile qytetarët. Sa ka ndikuar pjesa tjetër është tani, jo pse u bët pjesë asaj lëvizjet koalicionit, por sa ka ndikuar Durrësi që ju të ndikoni, të kandidoni për deputetën në sharkun e Durrësit. Atëherë, përpos praktikave edhe problematikave që unë kam hasur në profesionin tim me qytetarët nga çështje nga më të ndryshmet, unë siç e përmenda edhe pak më sipër, jetoj dhe punoj në qytetin e Durrësit. Me pak fjalë, çdo problematikë që mbart ky qytet, që vuajnë qytetarët, bashkëqytetarët e mi, e vuaj dhe unë po njësoj. Dhe jo më larg se
po themi 1 muaj, po diku te 2-3 javë, në hyrje të Durrësit tek rruga e Dajlanit është hapur ajo gropa e madhe elektorale që ka bllokuar gjithë qarkullimin aty dhe që sjell një stres shumë të madh për të gjithë qytetarët që duan të shkojnë në punë, që duan të shkojnë të çojnë fëmijët në kopësh në çerdhe, larg qoftë me ndonjë emergjencë mjekësore, spitalore, domethënë ajo është një kaos i vërtet ajo rruga aty. Tani, a është kjo një problematikë që ne të gjithë duhet të ngrem zërin? Patjetër. A ndodh kjo? Sa shpesh ndodh kjo? Çdo 4 vjet që ne kemi zgjedhje, përballemi me të njëjtat rrugë që hapen, me të njëjtat gropa që hapen dhe duhet të mbyllen, me të njëjtat kanalizime që punohet, ripunohet çdo herë. Kush paguan? A paguajmë ne qytetarët për këto? Sa herë paguajmë të njëjtat shërbime që nuk i marrim kurrë? A nuk është ky moment për të ngritur zërin? Nëse ne nuk ngrem zërin, kush do na i bëj këto punë, gjithë këto shërbime që na mungojnë? Ne i shku dhe një forcë politike, tashmë koalicion, sepse ka një bashkim, duke thënë që Durrësi ka pasur këto, ju kishin vënë re më përpara këto fenomene, sepse nuk janë fenomene që në Durrës janë shprehur tani dhe tani po i shikojmë edhe oburrat të turrë me gjithë të kandidojnë për të ndërgjuar këto gjëra. Ato gjëra ka qenë më përpara. Përse ju bindi ky koalicion për të do këmbull gjithmonë këtu sepse është pjesë e rëndësishme. Është një koalicion i ri që kandidon në Durrës një parti e re, e cila në fakt është në një sfidë të hapur me 2 parti të mëdha, por edhe me parti të tjera të vogla që janë krijuar rishës. Unë nuk do quaj parti të vogla fatikisht sepse është më drejtë të quajmë kështu. Është gabim sepse 12 maj do ta përcaktoj, por ishte një lapsusimi. Pra përse pikërisht do këmbull këtu të gjithë gjëra që ju keni vërtetuar edhe në pozicione punës që keni pasur, edhe në marrëdhënie me drejtsinë, po edhe me hallet e njerëzve, ju keni konstatuar që Durrësi ka pasur këto problematika. Pse pikërisht vendoset tani çfarë shikoni ndryshe tek koalicioni Nisma Shqipëria Bët me drejtimin e zotit Lapaj? Po, unë shoh një mundësi reale në këtë koalicion ku unë jam përfshirë. Shoh mundësinë e të bërit dhe të dhënë zgjidhje të gjitha problematikave të mbartura në 35 vite. E kam thënë edhe herë të tjera, ne, si të rinj që kemi zgjedhur të angazhohemi në politik, do duhet të ishim në kushte të tjera, do duhet të bënim premtime të tjera dhe do duhet të bënim punë të tjera më të mëdha për vendin tonë. Jo këto që janë lënë të pabëra në 35 vite nga të dyja kahet politike, si PS, si PD, si Majta, si Djathtas. Për fat keq, gjendemi në të njëjtën situatë. Dhe ne na duhet të dalim të diskutojmë me qytetarët dhe të marrim mendimin e tyre për të zgjidhur dhe për të ofruar ato shërbime që nuk janë ofruar kurrë. Pse te koalicioni Nisma Shqipëria bëhet? Sepse po, patjetër. Ne jemi grup vërtet të rinjësh. Jemi të rinë në moshë, por mbi të gjitha jemi me mundësi të re politike. Çka do thotë? Partia jonë përbëhet më së shumti nga profesionistë të lirë, që janë avokat, inxhinier, ekonomist e tjerë. Të gjithë me plot energji për t'i vënë të gjitha në dispozicionin e vendit të tyre e qytetarëve të këtij vendi. Në të gjitha partitë e tjera, në partitë e vjetra po themi, nuk ka patur hapësirë për fshirje për profesionist me meritokraci, përkundrazi, vazhdon të qarkulloj i njëjti cikël. Deputetësh, emrash në zgjedhjet parlamentare apo ato vendore. Ndërsa në partinë tonë, mundësia është e barabartë për të gjithë. Ne kemi qenë vazhdimisht dhe jemi në thirrje për të ftuar të na bashkohet cilindoj qytetar i cili e ndjen veten gati për t'u angazhuar në bërjen e Shqipërisë siç ne e meritojmë, siç ne të gjithë e ëndërrojmë. Nuk është zgjidhje që ne të rinj të marrim valizhe dhe të ikim siç ka ndodhur deri tani shpopullimi. Zgjidhja është të shndrojmë këtu, të ndërtojmë vendin tonë. Pra ne po më thoni që koalicioni Nisma Shqipëria Bët ka krijuar një lloj hapësire dhe mundësie që jo vetëm të rritë, sepse mund të ketë edhe të partitë demokratike, të cilët nuk kanë mentalitetin që nuk është sepse nganjëherë idetë në profesion vetëm nga tritë, mund të ketë rinj që kanë ide edhe të rinë në politikë, edhe të ndryshme. Të rinë në politikë. Por ju mendoni që është subjekti i duhur, është programi i duhur për të thithur mendjen e duhur, për të thithur programin e duhur dhe për të ushtruar si thua të gjithë atë potencial që ju keni për të ndryshuar gjithçka në politikën e vjetër shqiptare, sepse ju thatë 2 partitë kryesore kanë. Po, e them me bindje këtë. Dhe madje ne kemi dhënë 2 nga provat tona pa ardhur ende në pushtet, pa u provuar ende me një mandat politik. Çka do thotë? E para është vota e diasporës. Ne jemi nismëtarët e votës së diasporës. Dhe e kemi finalizuar me sukses.
emigrantët tanë, bashkëdhetarët tanë që jetojnë jashtë kufive, këtë herë do të votojnë për herë të parë. Dhe kemi 1 vit e gjysmë, ne do i prekim të gjithë gjërat me radhë dhe ishte me shumë interes angazhimi juaj në këtë që ju thatë, sepse ishte edhe thjesht edhe një mesazh që ju i thatë të rinjve që ka një hapësirë të re për të bërë pjesë, ka një hapësirë të re për të dhënë një mendim ndryshe, ka një hapësirë të re për të mos qenë më të vjetër, ka një hapësirë të re për ta bërë Shqipërinë ndryshe dhe ka një hapësirë për të qenë ndryshe nga ato që kanë qenë 34 vite, të cilët kanë zgjatur tranzicionin shqiptar. Atëherë, për të dalë tashmë tek ajo që është më e rëndësishme dhe që ka të bëjë me edhe thelbin e misionit tonë. Erlina, ju keni dalë në terren, keni takuar njerëz tashmë, jeni bërë pjesë e problematikës së tyre, hallëve të tyre, shqetësimeve të tyre, por normalisht edhe keni parë edhe pamundësinë e zgjidhjes problemeve të tyre. Atëherë, unë do doja me shkurtimisht, sepse problematikat e njerëzve dhe qytetarëve të Durrësit janë aq pafund sa që mund të vazhdoni me misione të tëra, mund të bënim serial. Unë do doja nga kontaktet e para që keni, cilat janë problematikat e qytetarëve të Durrësit, më sa ju keni kontakte? Po, përpose preka para pak ato 2 problemet mund të thuash përsëri e urës së Dajlanit. Po. Pra, e para ishte hapja e rrugës tek ura e Dajlanit që bllokoi gati për 3 javë, si kundër e përmenda komplet njërin ka të qarkullimit. E dyta është në lagjen numër 1 të qytetit, në Volga. Sërish aty kemi hapje të madhe rrugë. Kaos. Ndërkohë lagja numër 1 e qytetit është lagja më e preferuar, më e pëlqyera, jo vetëm nga qytetarët durrësak, por sidomos nga turistët. Cili është shembulli dhe pasqyra që ne pasqyrojmë ose shfaqim për vizitorët e asaj lagje dhe për banorët që jetojnë aty. Problematikat e tjera Durrësi ka pafund, betonizimi pa kriter në çdo cep të qytetit. Hapësira publike, a kemi? Parqe, a kemi për fëmijë, për moshën e tretë? Absolutisht jo. Mbeturinat, i kemi rrugës. Te kopshti për shembull Sotir Noka, 2 metra nga dera e kopshtit gjenden 4 kosha të mëdhenj mbeturinash. Pra aty ku ne duhet të rrisim, mirë edukojmë të vegjëlit tan, aty ne i ndotim, i smurim me atë ajër. Problemet e konstatuara nga qytetarët çdo ditë. Nela, këto janë probleme që edhe lidhen me qeverisjen vendore, sepse të merresh me puseta dhe me kosha është drejtimi i bashkisë, pavarësisht se kryetaria e bashkisë është drejtuese fushatës Partisë Socialiste. Ajo që unë desha them ke qytetarët, ju e keni hasur probleme të tilla që kanë lidhje me pronën, me asistencën, me nevojat ekonomike, me mbijetesën, me ilaçet. Patjetër. Ne i kemi hasur dhe hasim çdo ditë në takimet tona me qytetarët dhe madje të gjitha këto pika që ju sapo përmendët ne i kemi të parashikuar me zgjidhje në programin ton. Do kemi rast të dalim aty. E gjitha ajo që unë desha them është që duke takuar qytetarët shpeshherë përballen me administratë që nuk funksionon. Shpeshherë qytetarët përballen me bonuse që nuk i kanë marrë të tërmetit kur ka qenë një premtim elektoral. Dhe ne jemi sërish një. Pra ka qenë 2 vite përballemi po ashtu me rindërtimin i cili është një proces i pambyllur. Përballemi me akuzat të cilët nuk janë mbyllur dhe nuk dihet se u kanë shkuar edhe parat. Pastaj ky është procesi që do të takoj drejtësisë. Unë kisha pyetur më gjerë sa ajo që ka ndodhur ke rruga Dajlanit dhe ajo që ka ndodhur ke Koshës, sepse këtu në Durrës me rrugën Dajlanit dhe me Koshët këtu është një masakër që ndodh në Durrës. Unë do e di se ju jeni edhe në kontakt për ditë me njerëzit. Pra, ka probleme sociale, ka probleme të duke qenë edhe pjesë e drejtësisë, shkojnë njerëzit për varfëri në divorc, shkojnë njerëzit për varfërinë. Është rritur shumë numri. Numri i divorceve është rritur shumë. Ashtu si kundër është rritur shumë edhe nga të rinjt mos krijimi i familjeve. Të rinjt nuk po marrin guximin
sot të ndërtojnë familje, sepse nuk kanë mundësi ekonomike për ta përballuar jetën. Rroga që ata marrin, të ardhurat që ata krijojnë, qoftë edhe të dy partnerët, nuk ju mjaftojnë për të jetuar mirë dhe as më pak për të shtuar për të krijuar një familje pak më të madhe. Në lidhje me pensionistët tanë, gjyshrit tanë, që ne takojmë çdo ditë në rrugë sot që jemi në fushat, ankesa pafund. Ata përfitojnë pensione qesharake. Domethënë, shteti tallet, me ata më vjen keq që po përdor këtë term dhe kërkoj falje, por vërtet që përfitojnë pensione qesharake me 80.000 lekë të vjetra që i duhen pothuajse të gjitha për ilaçe. Si mund të jetojë një pensionist? Ku jemi? Ku shteti në këtë pikë të qytetarët? Ka punuar gjithë jetën, 30 vite, 40 vite, për të përfituar çfarë? Për të kaluar në mirim, nëse s'kan fëmijë, familjarë të tyre që kujdesen, si do përfundojnë këta të moshuar? Ndihma sociale është skandaloze ajo që u jepet qytetarëve. 30.000 lekë të vjetra çfarë mund të bëjnë? Dhe çfarë mund të bëjnë? Dhe ju hiqet edhe pa i njoftuar fare. Në kam një batut, një miku tim i cili thotë kam nëse ai është në gjendje të mirë ekonomike, thotë 30.000 lekë të vjetra. Po. I konsumojnë, ka 2 papagaj ke shtëpia ai dhe thot i hajnë papagajt në muaj. Dhe si ka mundësi të jetojë një familje me 30.000 lekë të vjetra ndihmë ekonomike? Është e pamundur. Sipas të gjitha studimeve, avokati i popullit para pak kohësh ka dalë në një vendim i cili thotë se minimumi jetik për të mbajtur frymën gjallë një qytetar duhet të jetë 200.000 lekë të vjetra, pra 20.000 lekë të rinj. Minimumi jetik. Tani nuk e di, kam dhe unë nevojë për një përgjigje. Na përgjigjen qeveritarët, partia në pushtet, si ka mundësi që popullin e tyre i japin vetëm 30.000 lekë për të jetuar? Ku do i gjejnë të ardhurat? Si do ushqehen? As për të ngrënë një fet bukë thatu nuk mjafton kjo vlerë. Po menere, qeveria thotë që shëndetësia është falas, ne kemi marrë masat, kemi bërë rimbursimin, ju thash jeni avokatët dhe jeni shumë aktive edhe me kontaktet me njerëzit. Si është mundur që shëndetësia është falas dhe ndodhemi përballë një situatë të tillë? Ju besoni vërtet që shëndetësia është falas edhe rimbursimi i atyre që bëhet moshës, cilët do të kemi respekt gjithë për jetës vërtetë, sepse asnjëherë ne nuk e dinë të shkojmë në atë moshë, por duke shkuar në atë moshë do të kemi respekt. Absolutisht po. Është mosha që vetë shteti duhet të tregoj respekt maksimal për të ruajtur dinjitetin e asaj moshe. Kanë dhënë gjithë jetën e vet kontribut. Ndërkohë në lidhje me pyetjen tuaj që më thatë për sa i përket shëndetësisë falas, do doja të ndalesha pak. Shëndetësia falas në mendimin tim nuk ka qenë kurrë. Shëndetësia falas që promovojnë kaq shumë në media është ajo që të çon për në banesën e fundit. Këtë do ofrojnë ata. Shëndetësia falas ku? Ti shkon, nuk të ofrojnë shërbim, do duhet të presësh ditë, ndoshta muaj, të vi një datë për të bërë një vizitë të caktuar. Të japin një recetë që duhet të shkosh te filan farmaci për të marrë filan ilaçe që ndoshta s'kan të bëjnë fare me diagnozën, por janë interesa të tjera në mes, ose cilësia e ilaçeve është skandaloze. A kontrollohen këto ilaçe? Pjesa tjetër, mangësi ilaçesh, ke sëmundje që janë njerëz që vuajnë nga sëmundje të pashërueshme, të cilët kemi rastin e kolegut Tiranës. Është një fatkeqësi e madhe. Një kolegu im e kam bërë ta që kolegu Osman Stafa, që nuk ka lidhje me Osmanin e Partisë Demokratike, ka denoncuar disa herë raste skandaloze dhe jo më lartë se para 2 ditësh kishte një rast tjetër që për 3 ditësh ato njerëz nuk merrnin dot ilaçet. Dërohen të blenë vetë, por edhe nuk kanë mundësinë. Nuk kanë. Ato kanë një kosto relativisht të lartë, normalisht, si ilaçe. Ose nuk gjenden, ose kanë kosto të lartë. Ku shteti për këta qytetarë që janë në luftë me jetën? Janë vërtet në luftë me jetën. Çfarë po i bën? Po i ndihmon të shkon drejt fundit, apo po i ndihmon t'ju japësh shpresë, të shërosh edhe të tregosh kujdesin si shtet që duhet të jesh për popullin tënd? Po mirë, ne këto thonë që kemi bërë kaq investime, kemi bërë kaq spitale, kemi bërë kaq operatura. Kur vjen puna, përsëri ndodhemi në një tani çfarë ndodh? Janë thjesht punë tendrës për të fituar ca lekë apo? Nëse do ishin të vërteta investimet që ata kanë bërë, ma beso asnjë nga ne të rinj të nismës nuk do ishim këtu me këtë mision, sepse do ishim shumë të lumtur me ato shërbime dhe do vazhdonin profesionat tona si zotërinë për zyrat tona. Por jemi këtu sepse asnjë nga investimet edhe shërbimet e reklamuara kaq shumë nga natyre nuk janë ofruar. Jo më larg se po të sjellun një shembull të spitalit të Durrësit, një mikesha ime u shtua, fal Zotit, me një fëmijë para pak kohësh, edhe po më tregonte kushtet. Skandal, nuk ishte ujë të ngrohtë, nuk mund të laheshe.
ishte tmerruar në atë spital? Tani po hym detajet do të jam ca gjëra, pastaj që në urgjencën e Durrësit ka mushkonja edhe ka 4 vjet pa u lyer, pastaj këto janë gjëra nuk po i hym këtyre gjëra, po marrim në përgjithësi, sepse duke qenë se edhe pozicioni ju për të kandiduar nuk është thjesht për të lyer ambulancën, për të ndrejtur spitalin, është për të qenë pjesë e një zëri për të ndryshuar të gjithë politikën që bëhet në shëndetësi. Sepse këtu ka investime në përfshatra që janë për qendra shëndetësore dhe nuk ka mjek. Dhe rrish qendra shëndetësore e lyrë, shumë e bukur, e pashme, aty shkoj luajnë domino plej. Jo funksionale. Është kthyer në një azil i fshatit, është shumë mirë nga një anë. Po, është shumë mirë, është për të qarë dhe për të qeshur bashkë njëkohësisht, sepse njerëzit dhe mjekët, sidomos profesionistët, nuk po rallohen çdo ditë më shumë. Ne po shpopullohemi çdo ditë më shumë dhe mbas 11 majit, nëse sistemi nuk do ndryshoj, Shqipërinë e pret një tjetër moment shpopullim. Çka bën shëndetësinë shumë më prioritet, sepse duke sa më shumë të rritemi në mosha, aq më shumë do kemi nevojë për. Absolutisht po. Ne jemi një popullsi që jemi plakur shumë shpejt vitet e fundit. Edhe po rrezikojmë shumë. Unë do kaloj në një pyetje tjetër, e cila ka të bëjë po me politikën, por në këndvështrimin tuaj duke takuar përsëri njerëz. Ka të bëjë me atë që ju takoni çdo ditë mosha të ndryshme, gjeni të ndryshme, dhe ajo që unë do të pyes është sa po ndikojnë do dy partitë e mëdha për të pasur një lloj hegemonie, për të mos i leju partitë e vogla, zëret e ri, emrat e ri për të prodhuar një politikë ndryshe. Pra, e thën troç, partitë e reja apo ndihen të përfaqësuar dhe apo ndihen të lishme për të bërë fushat, për të dhënë argumentet e tyre, siç po flasim mbas sot, për të dhënë atë ide që ju keni, për të dhënë atë që ju keni në program, apo janë dy partitë e mëdha që vazhdojnë të kenë manipulimin tek qytetarët nëpërmjet mënyrave ndryshme, se ka shumë mënyra. Ka mënyra të militantizmit, ka mënyra të konservatorizmit, ka edhe mënyra të abuzimit dhe të korrupsionit, të cilat ndikojnë tek qytetarët deri tek do të fusë punë, do të heqë punë. Do të sjell një rast shumë të freskët që ma konstatoi sot një kolegi imi në një bisedë që kishte dëgjuar me një qytetar. Një punonjës i shtetit po i kërkonte llogari një personi në telefon sepse nuk ishte aktiv në këtë fushat, sepse këto janë vetëm 20 ditë që ai duhet të punojë për të dhënë kontribut për partinë në pushtet në mënyrë që të hajë për 5 vite. Një presion i tillë i hapur është lemëri. Ndërkohë në lidhje me qasjen dhe frymën që kemi ne si parti e re të qytetarët, e them me bindje të plot, jemi jashtëzakonisht të mirëpritur. Qytetarët tanë, populli jon është shumë i lodhur, shumë i zhgënjyer nga të gjitha shërbimet e pamarra në këto 35 vite. Sado të përpiqen partitë e tjera të vjetra të sprovuara me pushtet, ne kemi bërë vendin ton tek qytetarët. Qytetarët kanë besim, na mbështesin me zë apo pa zë për shkak të situatave të ndryshme, se duhet jemi edhe mirëkuptues. Sepse në fund të ditës secili do çoj bukën në familjen e tij, kështu e kanë katandisur për fat të keq vendin ton. Të llogaritet buka e gojës, pra nuk guxon të ngresh zë të kërkosh një të drejtën tënde, sepse ndryshe rrezikon që të heqin nga puna dhe ti të mos kesh më mundësi të ushqesh familjen tënde. Pra o je me ne ose o me ne o je jashtë. O je kundra nesh. Po. Edhe një gjë këtu Nela, por me që jemi duke diskutuar, ju jeni një koalicion ose më saktë një subjekt politik, edhe pa qenë koalicion, që keni mbështetur fuqimisht SPAK-un. Madje shumë fuqimisht, edhe keni qenë një zë që SPAK-u të jetë të vazhdoj punën që kanë nisur dhe të vej para përgjegjësisë të gjitha abuzuesit, të gjitha ato njerëz që kanë mëzuar me fondet, gjitha ato njerëz që janë marrë me korrupsion dhe të gjitha ato që kanë ndikuar në fundet tek vota e njerëzve. Desha një mendim, një perceptim tuaj të parë që keni hasur tek njerëzit. A vjen në rreth që qytetarët kanë ndryshuar qasje duke pasur parasysh që ka një strukturë tashmë që e ka dhënë një shembull faktikisht. Pra
që di të çoj para përgjegjësisë edhe njerëz të fuqishëm, sepse kemi raste, por pavarësisht nga qëndrimet e politikës të dyanshme, por gjithsesi ka dhënë prova që ka çuar njerëz të fuqishëm. E shikoni tek njerëzit që kanë besim që kjo vota jonë nuk blihet kollaj, nuk shitet kollaj. Pra, ka një besim që vota atyre do të ruhet, do të numërohet, atyre nuk do të bëhet presion, sepse është shumë e rëndësishme që vota qytetarëve të shkojë aty ku kanë ato bindjen, jo aty ku ka qeveria interesin. Po, e drejtë. Ne kemi qenë dhe jemi mbështetës të mëdhenj të SPAK-ut. Si kundër e përmenda pak në fillim, pjesa më e madhe e jona janë njohës të ligjit dhe ne dim mirë rëndësinë e këtij institucioni, të SPAK-ut. Qytetarët e shohin SPAK-un me të drejtë si një dritë ose shpresë të vënies së drejtësisë. Unë i ftoj qytetarët masivisht të dalin të votojnë dhe i garantoj që ne, të gjithë ne, do jemi aty te kutitë e votimit deri në votën e fundit për të ruajtur vullnetin që ata do shfaqin në 11 maj. Me garanci të plotë themi këtë. Edhe një gjë. Përveç asaj që qytetarët po krijojnë një bindje që vota atyre do ruhet, a vjen kjo edhe nga një mendim i tyre që fatikisht në një shumicë mendojmë, sepse 100% nuk ka asnjëherë, nuk ka demokraci të përkryme, që po luftohet korrupsioni dhe krimi në Shqipëri dhe kjo i ka krijuar një lloj stadie atyre që nuk ndjehemi të rrezikuar nga korrupsioni dhe nga krimi dhe ne do shikojmë alternativën, do shikojmë thjesht atë pozicionin tonë si qytetar për të parë alternativën më të mirë, për të parë se kush na ofron ofertën më të mirë dhe kush mund ta bëjë më mirë atë gjë që mund të përmirësojë jetën e qytetarit. Po, SPAK-u me punën e tij ka provuar që atë që deri dje ka qenë thjesht një dyshim, me prova është bërë një realitet, me të gjitha arrestimet të ndodhura edhe me të gjitha çështjet e shqyrtuara nga ana e tyre. Kjo është shpresë e madhe për qytetarët dhe për ne është një gur themeli në drejtësi. Atëre, do të kalojmë ke një pyetje tjetër e cila është po aq e rëndësishme dhe duke pasur parasysh që ne kemi një diskutim që ka të bëjë me SPAK-un, ka të bëjë me një strukturë e ndërtuar, por që në fakt nuk është vetëm SPAK-u drejtësia në Shqipëri, sepse do ta diskutojmë, nuk përveçon vetëm SPAK-u drejtësia, SPAK-u është një strukturë e ngritur për të luftuar korrupsionin edhe krimin e organizuar. Unë doja të dile ke një pyetje tjetër që faktikisht ju e hasni për ditë duke qenë avokate. Pra, SPAK-u do merret me korrupsionin e zyrtarëve, me krimin e organizuar. Ju jeni avokate që ndesheni për ditë me një mori çeshët qytetarëve që për të mos thënë, mos ta sugjeroj, por ka 20 vite që ende në dyrëve të gjykatës. Pra, kush është pozicioni i drejtësisë tani dhe çfarë po ndodh me drejtësinë? A kemi zgjidhur me SPAK-un, me gjithë tifozlikun e atyre që e duan dhe me antitifozlikun e atyre që se duan? Por çfarë po ndodh me pjesën tjetër, sepse në gjykata, në prokurori ka 10, qindra, mijëra çështje, të cilat qytetarët ende dhe ne kemi parë dhe skena deri në horror që bie të fikët, nuk marrin prona. Pra me këto s'merret SPAK-u, do merret prokuroria dhe gjykata. Absolutisht po. Duke qenë se ju vini nga kjo fushë dhe jeni edhe avokate, tash jeni njohur me problematikat e shumë qytetarëve. Dhe do desha të ndalim pak gjatë këtu për të na dhënë një ekspoze më të mirë të kësaj. Po, e drejtë. Atëherë, në lidhje me reformën e ndodhur në drejtësi, në mendimin tim ishte një fatkeqësi e madhe për drejtësinë shqiptare. Pse? Sepse drejtësia nuk po jepet kurrë. Pra, si kundër ju e përmendet, ka 10 mijëra dosje që janë ende në pritje për të shqyrtuar. Sa qytetar nuk e marrin dot kurrë drejtësinë. Për fat keq, duhet ta pranojmë, një pjesë e tyre në pritje të daljes së datës së gjyqit, ata mund të ndrojnë edhe jetë. Edhe ka ndodhur, Dhe ka ndodhur. Ka ndodhur. A është kjo drejtësia
që kërkojnë qytetarët, që meritojnë qytetarët? Absolutisht jo. Kemi një shprehje në të drejtësisë. Një drejtësi e vonuar është një drejtësi e mohuar, ose e pa dhënë kurrë, të ndryshe në rastet kur ata humbin jetë. Pra, reforma e ndërmarrë nga qeveria për riformatimin e sistemit gjyqësor ishte totalisht e gabuar. U bë vërtet ndoshta me një qëllim të mirë për të shmangur korrupsionin, por po kthehet në jo produktive. Mendonin që duhet një proces tjetër, unë po them një proces e dytë, sepse semon personi që përcaktoi këto termat, por pra nëse SPAK-u ka dhënë sinjale të mira deri tani, po e quajmë pozitiv, a do duhet një proces tjetër që drejtësia të marri e gjitha unifikume një fytyrë tjetër. Pra, mos themi që SPAK-u po punon mirë, po gjykata e Fierit apo gjykata e Sarandës u bëjnë marrë kështu thjesht për po punojnë keq. Pra, a mendoni që është momenti për të ndërhyrë dhe si duhet ndërhyhet në këtë proces, duke qenë se ju vini nga ky fushë dhe njihni shumë mirë këtë gjë. Ky është moment kritik, do duhet ndërhyrë patjetër. Gjykatat që janë sot aktualisht funksionale nëpër qytetet përkatëse nuk janë mjaftueshëm për të dhënë drejtësi për qytetarët. Duhen riformatuar të gjitha, edhe një herë. Dhe ne madje në programin ton kemi një tjetër koncept, sjellim një tjetër koncept për gjykatat. Ne do duhet okej. Atëherë, në lidhje me programin ton ne parashikojmë që gjykata administrative në rang republike duhet të ketë 6. Në rast se ne duam vërtet të jemi eficient për qytetarët, duhet të ketë minimalisht 6. Shteti, institucionet të mbajnë përgjegjësi për veprimet e kryera në mënyrë jo korrekte, pra në kundërshtim me ligjin, dhe qytetarit të marrë shpërblimin që meriton, ose drejtësinë që meriton. Është e drejtë të jetë kështu dhe do duhet të jetë kështu. Nuk mund të presin një qytetar me vite të tëra për të marrë një vendim apo me vite të tëra për ta ekzekutuar atë dhe për ta kthyer në dobi të vet. Është qesharake. Gjithashtu, gjykata administrative e apelit duhet të jenë 4 në rang republike, jo 1 siç kemi sot në Tiranë. Po ju mendoni që kjo që ndodhi me ishte totalisht e gabuar. Ishte e gabuar. Totalisht e gabuar. E gabuar. Po. E keni bindje të plot, po, është duke qenë pjesë e sistemit të drejtësisë. Po, përveç kësaj është e konstatuar qytetarët që janë në përballje me çështje të ndryshme ligjore në dyert e gjykatave, jam e sigurt që ma konfirmojnë këtë gjë. Është totalisht e gabuar. Pra nuk është thjesht një opinion që ju e përcjellni duke qenë një fushatë elektorale si kandidate, por është një perceptimi gjithë atyre mendimeve që keni marrë me miqtë dhe kolegët e juaj. Përpos mes miqve dhe kolegëve tanë. Edhe me konsulencën. Ky është një konstatim i drejt për drejt profesional i imi me qytetarët që unë përfaqësoj dhe që kanë problematika të ndryshme në gjykatë. Gjithashtu, kisha edhe diçka tjetër për të shtuar te gjykatat. Në rang republike duhet të kemi 6 gjykata apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm. Nuk mjafton vetëm ajo e Tiranës. Nuk mjafton. Dhe gjyqtarët nga mbi ngarkesa, nga mbi vendosja e dosjeve bëhen jo produktiv. Zvaritet çështja dhe nuk. Dhe nëse me që jemi këtu nuk na prish punë për formatin e emisionit, duhet të jenë 6. E keni menduar në programin tuaj se si do ndaten 6, keni menduar se si mund të riformatohen ndryshe i bie, po? Ne kemi dhe një parashikim konkret. Për shembull, për 6 gjykatat administrative të shkallës së parë që unë përmenda pak më parë, kemi menduar 6 qytete: Shkodër, Durrës, Tiranë, Vlorë, Gjorokastër dhe Korçë. Po. 4 gjykatat administrative të apelit do duhet të jenë Lezhë, Fier, Tiranë dhe Korçë, të mbulohen qarqet qendrore në të gjithë Shqipërinë. Për 6 gjykatat e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm do duhet të jenë, ne kemi projektuar dhe mendojmë që janë më të dobishme në këto qytete: Shkodër, Durrës, Tiranë, Vlorë, Gjorokastër dhe Korçë. Keni pasur konsulencë me specialistë për këtë, apo është thjesht një bindje që ju keni krijuar si kandidat për të shkuar në zgjedhje? Pra ka qenë e kam fjalën tani, ke një konsulencë e cila është e mirëfillt të specialistëve, të cilët janë me një bagazh njohurish dhe kanë përvojën e duhur për të bërë një ndarje siç është Shqipëria për këto gjëra. Pra, e keni këtë konsulencën dhe keni konsultuar me këtë gjë? E kemi konsulencën e sigurt. Se shkullojmë e thonë do i ndajmë 3, do i ndajmë 2. Jo. Atëherë, ne jemi të rinj profesionistë shumë të përgjegjshëm. Çka do thotë? Programin tonë elektoral që ne kemi përgatitur për çdo sektor e kemi të konsultuar me specialistët e fushës. Kjo është e sigurt. Kështu që çdo konsulencë që vjen në këtë program është e mirë punuar, e mirë menduar, e mirë llogaritur. Patjetër, më fal,
fjalë, të them dhe diçka. Patjetër që ne mirpresim dhe sugjerime konkrete se ky program është para pra. Patjetër. Presim dhe sugjerimet e tjera shtesë, por që kjo punë është e bërë nga specialistët e fushës. Nela, do kalojmë një hapësirë shkurtër publicitare për të rikthyer në një blok 2 të pyetjesh. Atëre një hapësirë shkurtër publicitare, ju lutem, për të rikthyer në pjesën e dytë të emisionit të Pakompromis në Bulevard Televizion. Atëherë jemi rikthyer përsëri në emisionin Pakompromis në Bulevard Televizion. Kemi diskutuar me Zojen Redinela Beqiraj e koalicionit të Nismës Shqipëria bëhet me drejtues zotja Dik Lapaj për qarkun e Durrësit, avokatin e njohur të Durrësit, e cila kandidon për herë të parë, por që me synime për të shërbyer qytetarët, paktën kështu na ka thënë. Kemi diskutuar për performancën e saj, për formimin e saj profesional, për angazhimet e saj dhe për arsyet që ajo është bërë pjesë e këtij koalicioni, ndërkohë që ajo ka bërë me dije edhe disa nga kontaktet që ka pasur me qytetarët, shqetësimet e tyre, ndërkohë që është ndalur pak më gjatë tek drejtësia, duke qenë se vjen nga fusha e drejtësisë dhe është një njohëse e mirë e saj për ta parë atë në një këndvështrim ndryshe. Nela, unë do të drejtohem Nela, sepse e kam si parim në emisionin tim, duke njohur gjithë, duke qenë pjesë e qytetit. Nela, do të kalojmë tani ke një blok i dytë, pyetjes e cila në fakt ka të bëjë më shumë me atë që ju keni marrë përsipër për të realizuar dhe do ta nisim nga programi i koalicionit të Nismës Shqipëria bëhet. Unë do doja në minutazhet që kemi ne, por pa ju prekur, të ndaleshit në të gjithë ato momente që ju mendoni çfarë do të bëni ndryshe nga një qeverisë 12 vjeçare e quajtur e dështuar nga ana juaj, pra nga qeverisja e Partisë Socialiste e zotit Rama. Duke filluar me atë që ju mendoni fillimisht, pra çfarë ju do bëni ndryshe dhe cili është programi juaj për të qeverisur ndryshe në 4 vjeçarin e ardhshëm, mas datës 12 maj. Po. Atëherë, ne, më të rinjtë e politikës, kemi ardhur tek qytetarët ashtu siç ne dim vërtet të vim dhe të punojmë. Kemi ardhur me një punë fantastike, me një program që në 35 vite demokraci nuk e ka parë dhe nuk e ka punuar asnjë nga partitë që kanë gëzuar pushtetin deri më tani. Ky është programi jon. Është i reduktuar normalisht, pasi është shumë i gjatë, është shumë i detajuar, po, është 40 faqe programe dhe nuk mund të ishim do kishim serial pastaj telenovel. Nuk mund të ishim kaq të lodhshëm për qytetarët, por këtu ne kemi evidentuar pikat kryesore që ne i mendojmë si problematika më të nevojshme dhe më emergjente për të zgjidhur dhe për t'ju dhënë zgjidhje qytetarëve, për të marrë informacionin nëpërmjet nesh se çfarë ne duam dhe do bëjmë në momentin që populli jon, qytetarët tanë do të na besojnë me mandatin e përfaqësimit në parlament. Disa nga pikat kryesore që unë dua të evidentoj sot janë, më së pari dua të flas për pronat. U bën plot 35 vite. Një gangren e shoqërisë shqiptare, për jeshtë vërtetës. Është gangren, fjala e dur. U bën plot 35 vite që prona është privatizuar. Dhe ende sot di unë shumë praktika që gjenden të pa certifikuar akoma. Ka 92, 93, 94, ka shumë qytetarë, shumë klientë të mi të cilët janë ende në luftë dhe në përballje me institucionet tona aktuale për të pajisur me një certifikat pronësie. Është situatë alarmante. Ligji parashikon vetëm 3 muaj, 90 ditë kohë për të marrë institucioni kohë dhe për të pajisur qytetarin me certifikat. Këta kanë kaluar 30 vite edhe më shumë. A mund t'i sërëllasim më qytetarët? A duhet të vazhdojmë me këto ritme? Sigurisht që jo. Sigurisht që jo. Është një prona, duhet të gëzohet nga vetë pronari, nuk mund të kthehet në stres, nuk mund të kthehet në pengesë për të mos e jetuar pronari i saj dhe shpeshherë, si kundër e tham, nuk e merr kurrë atë pronë. Po e kemi pasur të raste të mërshme. Kam vdekur një sallë gjyqi për të marrë pronën. Po,
Për fat keq po, ka ndodhur një histori të tilla. Dhe ne në programin ton parashikojmë një zgjidhje me shumë emergjencë. Brenda 6 muajsh. Si ne, të lutem, si do ta bëni këtu? Po, ne parashikojmë që brenda 6 muajsh të japim zgjidhje kësaj çështje një herë për gjithmonë. Të përfundojmë procesin e legalizimit duke i certifikuar të gjithë pronarët të pritje. Brenda 6 muajsh. Një tjetër pikë që ne parashikojmë në lidhje me pronat ka të bëjë me të gjithë qytetarët tanë që kanë përfituar nga ligji 7501. Të gjithë qytetarët që kanë përfituar nga ky ligj brenda 16 muajsh do të pajisen me certifikat dhe brenda 24 muajsh do të kthehen dhe kompensohen të gjithë pronarët tanë që po vuajnë ende sot rrugëve të gjykatave për të marrë një kompensim, një dëmshpërblim minimalist qesharak që shteti i jep. Këto janë parashikimet tona konkrete dhe është e mundur. Mjafton vetëm angazhim dhe vullnet për punë. Edhe ka një gjë sepse ju përmendet ligji 7501, fakt një ligj famkeq që ndodhur në Shqipëri. Po. Dhe sa më shumë kalojnë vite që më famkeq bëhet ligji, por nga konstatimi im si gazetar për 30 vitesh ka raste të tilla që në një sipërfaqe toke ka 3 tapi, çfarë do ndodhin e si do zgjedhet juridikisht kjo? Sepse toka rrin e papunuar, 3 familje kanë tapin aty, të 3 gëzojnë tokën, të 3 nuk e gëzon asnjëri, gjëra të tilla të tmerrshme të cilat pra do shkojnë në procese gjyqësore, do shkojnë në procese kompensimi, dhe a do shkojnë para ligjit do njëra që e kanë bërë këtë punë? Patjetër që po. Atëherë, në lidhje me këtë problematikë që ju ngritët, ne parashikojmë, ose më saktë ligji e ka të qartë të shkruar që i pari përfitues nga ajo tokë, pra ato pronë është ai që ka lënë gjurmë në sistemin kadastral, pra që është Atë marrë stavës përsi. Po. Ose me një kontratë shitblerje tek noteri, apo që figuron i regjistruar. Ai është personi i parë që e përfiton drejt për drejt pronën. 2 personat e tjerë që mund të jenë mbivendosur gabimisht me apo pa dashje të institucionit apo një person i përgjegjës që ka kryer veprimin, do duhet ta zgjidhin çështjen e tyre nëpërmjet gjykatës, pra sistemi të drejtësisë që ne e përmendëm pak më parë është i vonë në kohë, dhe më pas t'i drejtohen shtetit për kompensim. Rruga do duhet ndjekur me përpikmëri në kohë të reduktuar. Në kohën Atëherë për të mbetur këtu sepse është një temë shumë e nxehtë, faktikisht nuk po janë zgjidhje. Ju thatë edhe për pronarët që do kompensohen. Ku do kompensohen pronarët? Tu nuk kanë ngel sop tokë pa ju dhënë oligarkëve. Ku do çonin pronarët? Një nga parashikimet që kemi në programin ton është fuqizimin e ligjit për investime strategjike. Deri në momentin që të gjithë ish pronarët do kompensohen për pronat e tyre. Madje ne në programin ton fusim një koncept të ri për ish pronarët tanë, fusim konvertimin, që do të thotë. Edhe njerë dhe ma thani me zë, do të shfryzoni të gjithë. Ligjim për investimet strategjike deri në momentin që do përfundohet procesi i kthimit dhe kompensimit të pronave për ish pronarët. E drejta e pronës nuk mund të ketë kufizim në kohë, nuk mund të gëzojë një investitor strategjik dhe ai që është pronari real i tokës të ri të vuaj ose të ngelet i varfër edhe të mos e shijojë kur atë tokë që i takon apo atë pronë që i takon. Kjo është pak, por është e sigurt që e kemi iniciativë shumë të rëndësishme për ta realizuar. Dhe po thoya edhe pak më parë, ajo që ne kemi futur për herë të parë në programin tonë është koncepti i konvertimit. Çka do të thotë? Nëse një qytetar ka një X tokë në mal, ne do bëjmë konvertimin dhe do përfitojë në bregdet. Pra që të ketë mundësi që tokën që i takon edhe ta investoj atë, ta shfrytëzoj atë, të rritet, të bëj biznes ose ta shesi ai tek investitori strategjik dhe ti marri ai, ti gëzoj ai ato të ardhura. Po to zoti ka keni sop tokë në bregdet, me se kam unë informacione. Ka ngelur. Ka ngel. Ose do të hiqet atyre që ju thatë investime strategjike. Patjetër që do kalojë në komision. Patjetër. Atëherë për të kaluar në sektor të tjerë, sepse prona me të drejtë ju përmendet pronën parë, edhe sigurisht që prona është gangrena kësaj shoqërie dhe unë mendoj që të gjithë këqijat e këtij tranzicionit të gjatë kanë ardhur nga pronat. Për të kaluar pastaj tek persekutumit nëna është një problem shumë i madh, vazhdon mas 34 vitesh persekutumit ende dyrve, premtime, nuk marrin atë që kanë për të marrë, jo po do ju japim, jo po. Mund të konsultoni me programin, por ajo që mu më shqetëson është sepse shumë
Shumë nga ata kanë ikur, po ikin edhe fëmijët e tyre dhe po i bie tani që këtyre të shkreve të marrin pronët nivat e mesat, të marrin shpërblimin nivat e mesat, se përsekutimit. Do japim fund, do e zgjidhim më një herë këtë proces. Se nuk besoj që është ndonjë shumë e madhe për të zgjedhur. Ajo është thjesht neglizhencë, ngërç, që këta mungesë vullneti politik thonë. Nuk duan ta bëjnë dhe nuk e kanë bërë. Nuk është shumë që rëndon buxhetit i shtetit, për këtë jemi të sigurt. Thjesht ata nuk kanë dashur të japin rëndësi dhe nuk e kanë bërë. Është mungesë totale e vullnetit politik. Është lehtësisht e zgjidhshme. Për të mos u ndërprerë, do vazhdoni me pikat që keni në sektor të ndryshëm, siç është shëndetësia, arsimi, ato që ju keni pikat kryesore të programit tuaj që rëndojnë tek qytetarët çdo ditë dhe mund të bëni ditur disa nga pikat kryesore, sepse tash nuk mjafton ke emision për të paraqituar një program. E vërtetë është. Tani, unë do doja të ndalesha pak në lidhje me arsimin. Teknologjia e informacionit në vendin tonë mësohet nëpërmjet librave. Teknologji informacioni që mësohet nëpërmjet librave, jo kompjuterave. Laboratorët kimik për nxënësit tanë në gjimnaze apo në universitet nuk ekzistojnë. Pra, një mësues kimie del mësues kimie pa i mësuar në një laborator kimik. Në gjimnaze, për shembull, ora e fizikulturës nuk ekziston ose nuk mund të realizohet në një palestër adekuate, me kushte moderne siç duhet të realizohet. Çfarë parashikojmë ne? Ne parashikojmë që buxheti i arsimit publik nga 2.3 që është sot aktualisht, ne do e çojmë atë në 5% në 2 vitet e para të mandatit tonë. Dhe në 2 vitet e dyta do shkojë në 7%, që është një rëndësi emergjente që duhet ja japim arsimit. Populli jon i mençur duhet të vazhdojë të rritet, të mësoj, të jetë i ditur. Nuk mund të vazhdohet në kushtet në të cilat jemi, ku po mundojnë ta ndrydhin, po mundojnë të devijojnë nga rruga e dijes, Në një tjetër sektor që është shumë problematik në Shqipëri dhe që diskutohet dhe ka të bëjë me atë që është etike, ne diçka përmendëm në vazhdimsinë e emisionit, por është ajo që ka të bëjë me shëndetësinë, kur kemi njerëz që nuk e kanë mundësinë, pra shëndetësia thuhet që është falas, por do të shkosh ke privati, do të bësh analizat ke privati. Nganjëherë nuk punojnë ato aparaturë që inaugurohen me sherita, që mbushin portalet e qeverisë. Çfarë mendoni se duhet të ndryshojë? Se shëndetësia tek ne ka dhe unë do të kërkoj ndjes të gjithë bizneseve që janë aty, sepse nuk kam asgjë personale sinqerisht, por spitali vetëm në botë që ka përballë 10 farmaci. Unë nuk e di aty ajo do jetë një lagje që ka prodhimtari të madhe. Si mund të ketë 10 farmaci përballë një spitali kur mjeku thotë shko ble këtu, shko ble. Është pa konceptueshme për shkak të interesave të tij personal. Ne kemi shumë raste. Pra, desha dije diçka, nuk kam asgjë personale me farmacitë. Ato kanë një biznes vetin dhe bravo i qoftë që e majnë. Por një durrës i cili ka 7 berbera dhe ka 13 farmaci përballë spitalit, unë nuk e di se çfarë ndodh. Desha dija çfarë do ndodhi me shëndetësinë në programin që ju keni? Çfarë do bëni ndryshe ju? Po. Atëherë, në programin tonë parashikojmë që shëndetësia do të ketë 4 zona shëndetësore në rang kombëtar. Ku secila do të ketë një spital terciar të plot. Ndërsa në Tiranë do të ndërtohen 3 korpuse të mëdha shëndetësore, spitalore. Qendra spitalore Nën Terezës do t'i nënshtrohet një investimi total. Ne të gjithë e dim, ose na është dashur të jemi vetë pacient, ose kemi pasur njerëzit tanë atje dhe e dim shumë mirë se në çfarë kushtesh është. Spitali i për sëmundjet e mushkërive, pra Shefshet Ndroshi, do duhet jetë në një tjetër vend. Do duhet të zhvendoset dhe mendojmë që ta zhvendosim në një zonë të pyllëzuar, për t'i dhënë jetë, për t'i dhënë ajër mushkërive. Nuk mund të jetë aty ku është. Përpos kushteve pastaj që ngelet të mjerueshme. Në fakt, fëmërinë time ka qenë goxha gjirë për unë bënë zë pallate për para. Për fat të keq, gjendet në kushte duke qenë zonë jo komode. Kam qenë edhe në zonës Tiranës, kështu që
Po. E frikshme, nuk ka qenë ashtu, ka qenë ndryshe. Po Tirana, tani të kalojmë në një tjetër qytet. Tirana është betonizuar edhe më shumë se sa Durrësi. Po. Gjithashtu, ne parashikojmë që në sistemin shëndetësor mjekët tanë të suksesshëm, se duhet ta themi që kemi mjekë shumë të zotë, nuk do trajtojmë më me mënyrën si kundër janë trajtuar deri tani me ato pagat që nuk janë të mjaftueshme dhe mbi të gjitha nuk janë, po të themi, të drejta në vlerësimin e punës së tyre. Do të vlerësohen që përpos pagës bazë do të kenë një fi suksesi. Çdo operacion i kryer me sukses do të jetë bonus për mjekun specialist. Kjo do bëjë që mjekët tanë të mos e braktisin vendin edhe ne të na ofrohet shërbimi mjekësisë i shëndetësisë. Absolutisht po jemi në nevojë. Një popull që nuk do ketë mjek për ta shëruar atë, ndërkohë që populli po plaket me ritme të shpejta, i bie të ngelemi në mëshirë të fatit. Do duhet të rikthejmë shpresën, do duhet të rikthejmë mundësitë, do duhet të rikthejmë jetën në vendin tonë, do duhet të rikthejmë buzëqeshjen, do duhet të rikthejmë rinin, trurin që na ka ikur në emigrim, dhe të gjithë bashkë ta rikthejmë. Do bëj një pyetje shumë thjeshtë. Po. Shpeshherë thuhet që mjekët dhe infermierët tanë emigrojnë jashtë sepse kanë pagën e ulët. Ndërkohë që një miku im, ndoshta emër shumë i njohur, më thonte që jo, Artur, nuk është vetëm paga që i largon mjekët nga Shqipëria. Është dhe infrastruktura dhe mënyra si menaxhohen mjekët dhe infrastruktura. E kam fjalën ke pajisjet, ke gjërat, se si menaxhohen, si bën, se si delegohen, jo do shkosh atje, do bësh këtu. A është e vërtet ky nga konstatimi juaj? Po, është e vërtet. Dhe ne kemi këtë informacion, kemi shumë denoncime të marra. Është e vërtet që mjekët detyrohen shpeshherë të ndjekin ato politikat e gabuara nga drejtuesit e spitaleve, ose ju vjen në dispozicion pajisje të viteve 70, që më shumë se sa mirë pacientëve mund t'ju bëjnë edhe dëme për shkak të rrezeve të tyre. Ashtu sikundër folëm pak edhe për ilaçet, edhe ata janë të detyruar të ndjekin rrugën e orientimit nga qendra, po themi nga drejtuesit e tyre spitalor. Prandaj ne parashikojmë këto pika që unë përmenda pak më sipër, për të bërë një ristrukturim total të shëndetësisë dhe për të rikthyer dinjitetin dhe mjekëve, shpëtimtarëve tanë të jetës. Një problem tjetër që tu ka probleme për ne të pavonësisht në emision, por një problem tjetër që merr vëmendje edhe drejtuesi i koalicionit të Nisma Shqipëri Zoti Lapa e ka prekur shumë, ka të bëjë me atë që po ndodh me bujqësinë, atë që ka të bëj pikërisht me një nga sektoret i cili dikur ka qenë po thoshe baza e eksporteve, por edhe me një sektor që thuhet se është subvencionuar, është abuzuar, ne kemi parasysh pastaj denoncimet, madje zëvendës kryeministri i këtij vendi zoti Braçe ka denoncuar ministrin, ku ka thënë që fondet e partit janë vjedhur, janë abuzuar. Ideja është këtu që një fshat që po plaget, që kanë ikur të rinj sepse nuk gjejnë dot mundësi për mbijetesë, dhe një fshat i cili gjithmonë quhet fshat sepse prodhon diçka dhe nuk prodhon dot nuk ka shumë më. Po. Pra, ndoshta juve duket çudi, unë ja them me plot kompetencë që nga fshati vinë e blejnë qumësh në qytet. Dhe kjo është gjëja më e trisht, për të mos thënë pastaj që nuk shef një bakti në fshat, pastaj kjo është tjetër gjë. Dhe doja dija si të ndërhyjet në këtë, sepse është një plagë që ka zgjatur dhe ka krijuar atë gropun e vet, si do mbushet kjo plagë, unë bëj quhet në mënyrë letrare se do mbushet. Pra, si të sjellim ato të ri për të investuar, për të rindërtuar ato fermat vogla, për të pasur bakti në fshat, për të pasur qumësh në fshat, sepse tani e dim gjithë si qumëshi blihet edhe ashtu si blihet. Po. Herë edhe pluhur si qumën në fshati. Po. E vërtet është. Atëherë, ne në programin ton parashikojmë që parashikojmë konceptin e bankës kombëtare agrare, ku do të jepet një kredi e butë deri 100 milion lekë të vjetra. Dhe çdo plektor apo bujk që do dojë të investoj në biznesin e tij, në idenë që
e prodhimit që ai do të sjelli në treg për qytetarët, në shërbim dhe për konsum tek qytetarët, do mund ta përfitojë atë dhe do ndihmohet nga shteti me interesa, pra kredi e but me interesa të ulta. Një tjetër pikë e rëndësishme në programin ton janë subvencionet për kilogram, çka do thot për njësi prodhimi. Kjo është shumë e rëndësishme. Haku do shkoj tek i Zoti, bujku dhe blegtori do marri atë që i takon, nuk do ketë mëndere dhe favore partijake si kundër ka funksionuar deri më tani. Por të mbetur ke pika fundit që ka menduar ke programi që është që ka të bëjë me turizmin, Rama përdor kartën e turizmit si një si thosh një shërmi që për tund përfitore. Dhe në fakt ka një numër të konsiderueshëm që është rritur numri i turizmit i njerëzve që vizitojnë Shqipërinë, por ajo që lën një dyshimi është sepse nga të gjithë kontaktet që ne kemi është që është rritur numri i turizmit, por nuk i shërben bizneseve, pra nuk kanë atë fuqi për të shërbyer biznesve që kemi ne për turistët. Pra, vinë turistët në Durrës, vinë edhe, nuk është problem, unë do ta them, një miku im thonë, erdhën 30 vjet ke lokali im, kishin marrë byrek me vete dhe më kërkuan dhall. Pra, është kjo politika duhur për turizmin kur ne kemi një muze ekologjik që 3 vjet nuk punon? Nuk është funksional. A kemi ne një turizëm që sa herë që vjen momenti i sezonit verës fillojnë ndërtimet, fillojnë prishjet. Çfarë keni ndërmend për bërë ndryshe për turizmin? Sepse edhe taksat, edhe mënyra e menaxhimit, edhe 3 yjet, 5 yjet, pastaj janë një gjë tjetër që është bërë çik qesharake. Ke problemi i turizmit, a është Durrësi i gatshëm ose a është Durrësi ai turizëm që Rama pretendon që ne kemi ngritur në ato nivele që Europa mund të kthejë sytë edhe për të parë se çfarë ndodh këtu, sepse është një gjë që nuk e dim për sa vinë ato. Ngaherë vinë edhe të lodhur për të parë. Shikojnë edhe një vend që kanë parë ndonjëherë, po kjo nuk është turizëm, mendoj unë. Turizmi, po i referohem qytetit të Durrësit kryesisht duke qenë se jemi këtu. Muzeu arkeologjik që ka 4 vjet që është fatkeqësi e madhe. Null. Fatkeqësi e madhe. Dhe nuk di ku ka shkuar lek, dhe nuk flet kush. Po. Durrësi është qytet arkeologjik. Në çdo pllëm të Durrësit ke nga një po themi mozaik ose diçka që të kthen mbrapa në kohën e historik. Nuk është i mbrojtur, nuk është i ruajtur. Gjitha politikat e ndjekura për arkeologjinë e qytetit tonë deri më tani kanë rezultuar, mund ta them, fatale. Muzeu arkeologjik të mos jetë funksional, turisti mbi të gjitha vjen për atë, patjetër dhe për detin, patjetër dhe për kulturën, patjetër dhe për qytetin në tërësi. Po, muzeu arkeologjik të mos i vjet në dispozicion turistëve apo dhe vetë ne, qytetarëve. A mund të qëndrojë kjo? Absolutisht jo. Unë mendoj që turizmi që po përjeton qyteti Durrësi tani dhe Shqipëria në tërësi është turizëm kalimtar dhe është turizëm që i referohet më shumë konceptit të kuriozitetit. Nëse ne do vazhdojmë ta trajtojmë turizmin në këtë gjendje që është trajtuar deri tani, shumë shpejt do të etiketohemi si shteti që nuk do jetë më i përfjellur, që nuk do jetë më i pëlqyer. Do të kemi një reklam jo fort të mirë jashtë kufive tanë. Ne, përveç bukurisë natyrore që ne ka falur Zoti dhe duhet ta themi që jemi një vend i bekuar, po. Si ka bërë Rama do? Jo, si ka bërë Rama, absolutisht jo. Këtë një tjetër cilësi e mirë që turizmi jonë ofronte kanë qenë çmimet e arsyeshme deri para pak vitesh. Vjen sot turisti, nuk ka kontroll. Çmimet kanë shkuar në stratosferë. Domethënë, çmimet në për restorante, duhet ta them këtë, se duhet ta llogarisim pak edhe dëmin që mund të bëjmë ne si biznese, jo vetëm atë të shtetit, por duhet t'i vëmë gjërat në balancë. Shteti ka shumë punë dhe s'ka bërë asgjë. Ama biznesi nga ana tjetër, kjo është një këshill me që jemi dhe në prag sezoni, të ketë një kontroll në çmimet që ofron për qytetarët apo dhe për turistët. Shteti kontrollon, është mangësi e madhe, por ta bëjmë për veten e tyre, në rast se duan që të kenë sukses.
Për sa kohë shteti nuk po funksionon dhe të shpresojmë që ne do vim në krye për të shtetit. Ne gazetarë kanë shkuar në lokal, janë helmuar dhe kanë shkuar në urgjencë, nuk është problem tani që ne kërkojmë të krye shtetit, sepse ku shteti? Absolutisht, ku është shteti këtu? Ku janë kontrollet? Mund dalë njëri i papërgjeshëm në Durrës që ka një lokal aty, ka zonë 3 turistë dhe helmon. Është e tmerrshme. Shteti nuk duket gjëkundi, është kjo pra që thash pak më parë. Pra, në konceptin ton turizmi do marrë rëndësinë e duhur. Më duket si turizëm i lodhur, turizëm kur i shoh ashtu edhe me tabel përpara, më kujton sa skena kështu filmesh që dalim te një pyetje tjetër. Ju përmendët shumë, nuk e di, nëse keni ndonjë gjë për shtuar tek programi juaj që do doja të prekja pak edhe çështjen e energjisë elektrike tek ne. Po. Duke qenë se ne jemi vend prodhues i energjisë. Renditemi të dytët në rajon për çështjen e shtrenjtësisë së çmimit. Tani, a mund të shndrojë kjo? Sigurisht që jo. Ka shumë vende që ka më lirë se ne. Po Kosova e blen nga ne energjinë dhe ka më lirë se ne. Po Kosova edhe naftën e merr nga ne dhe ka më lirë se ne. Ne parashikojmë në programin ton që energjia të llogaritet në 2 fasha. Do të jetë fasha e ditës dhe fasha e natës. Fasha e ditës do të jetë 7.4 kWh dhe fasha e natës do të jetë 3.8 kWh. Kjo do të jetë një ndihmës shumë e madhe. E para do duhet patjetër se siç e thash jemi vend prodhues dhe minimumi duhet i ofrojmë këtë të mirë që vendi jon ka qytetarëve tan. Dhe së dyti do duhet ta bëjmë dhe do ju vinë në ndihmë, sidomos moshës së tretë apo familjeve në nevojë, të cilat ardhurat e tyre i kanë minimaliste. Ju përmendët një sër gjëra që duhen bërë ndryshe dhe i bazuat sipas jush tek programi që ju keni. Unë përsëri të kam ngul edhe për të respektuar të rishikuesit që po na ndjek, por edhe për të qenë pak me këmbë tokë. Gjithmonë unë jam i skeptik për këto gjëra. Janë të mundra realizimi këtyre. Pra, është i mund realizimi që të bëjmë të ngrejmë pensionet, të kena rroga më të mëdha, të ulim energjinë, të bëjmë këtë, është konsulenca juaj e duhur për të thënë shqiptarëve që shiko që ne që po ju bëjmë këtë ofertë për të marrë votën, ne kemi edhe një garanci që këto gjëra realizohen. Programi jon, pikat që ne parashikojmë këtu janë 100% realizueshme të mundura. E vetmja punë që do duhet bërë është të mos vidhet buxheti i shtetit sikundër është bërë deri tani. Dhe ne jemi të gatshëm ta zbatojmë këtë pikë me shumë përgjegjësi. Zero dalë një pyetje tjetër tani, po shkojmë drejt fundit edhe do rikthehemi përsëri politikës se edhe shqiptarët kanë qenë politikë, e kupton vetë. Mbas këtyre gjërave ekonomike, shqiptarët duan e çik politik. Ajo që më bën përshtypje në këtë fushat është që disa parti të vogla gjithmonë kërkojnë ndjes për termin të vogla, parti të reja, sepse të vogla të maj përsekton thash gjithmonë 11 maj dhe 12 kur të numëron. Por parti të reja në treg, siç është dhe partia e juaj ose koalicioni juaj që garon me zotin Lapaj, sidomos zotin Lapaj, ka një sulm të çuditshëm edhe nga Partia Socialiste edhe nga Partia Demokratike. Dhe është gjë shumë e çuditshme, ndodh rrallë që edhe partia në pushtet dhe partia në opozitë ose që pretendon të marrë pushtetin sulmojnë një lider ose një parti, një koalicion që është futur në zgjedhje. Si e shikoni? Du thjesht perceptimin tuaj, ndoshta edhe jo shumë aq nga koalicioni. Thjesht një mendim, përse PS-ja dhe PD sulmon Lapën, e kanë frika, i prish puna. Tani, unë do e nis me një frazë. Armiku i armikut tim është miku im. Kështu që me pak fjalë, ne u kemi tundur themelet, sidomos partisë në pushtet, pa patur akoma asnjë deputet. Imagjino kur ne të jemi në parlament. Nuk është rastësi që zoti Lapaj është i dyti për pëlqyeshmëri mbas zotit Rama. Pra, politikanët e vjetër e kanë humbur renditjen. Kështu që puna, bindja e zotit Lapaj dhe të gjithëve ne që po përshfaqim këtë ideologji, këtë dëshirë të madhe për punë tek qytetarët tanë, po zë vendin e vet dhe po duket hapur.
Zakonisht kur futesh një garë, përveç se të qenurit të pjesëmarrës, që është gjithmonë është merit që merr pjesë në një garë, por gjithmonë ka dhe pritshmëritë e veta. Unë do doja sinqerisht një përgjigje nga ju, sepse edhe me kontaktet që keni, edhe me kolegët e juaj, sepse jeni një grup i madh që kandidoni edhe aq më shumë jeni një grup i hapur ku gjithë kandidoni dhe gjithë pritet fitoni. Pra nuk keni bërë që kanë bërë dy partitë të mëdha që kanë mbyllur listat, ju jeni të hapur përbalë qytetarëve për të shpallur alternativën tuaj, për të marrë atyre votën, simas gjithmonë binës që krijoni ju tek ata. Doja dija thjesht çfarë pritshmëri keni për Durrësin? Po, atëherë, për Durrësin ne presim pritshmëri gjithmonë, sepse nuk kemi ne që vendosim njerëz. 25.000 vota të pa diskutuara në rang qarku. Janë pritshmëritë tona minimale për qarkun e Durrësit. Unë do të arrujmë? Do të arrujmë patjetër. Do vim prapë. Do të arrujmë. Me kënaqësi, po. Atëherë, edhe një pyetje tjetër që nuk ka nevojë për shumë përgjigje. Në një rast të mundshëm, Rama ka deklaruar që do të marrë 77 deputet. E kishte 100, e çoi 84, tani ka çu 77, dhe Rama është ka këto lojtarët që i bën këto. Ndërkohë që ju si parti jeni shprehur që ne nuk do ta lejmë Ramën të bëjë qeveri. Unë do të bëj një pyetje tjetër. Nëse Ramës i duan 2-3 vota, 5, ku diun do bashkoheshit të votat me Ramën për të qenë pjesë e qeverisës? Kategorikisht jo. Kategorikisht jo. Kategorikisht jo. Ne jemi vetëm në këtë proces dhe do i shndrojmë deri në fund. Ndame për dalë tek pyetja e fundit është diaspora është një risi që do votoj. Ju keni informacionet tuaja, keni kontaktet tuaja, normalisht që edhe ju keni punuar me mënyrat tuaja, ndoshta jo me takime të mëdha, por me takime, sepse nuk ka shqiptar që të mos ketë dikë jashtë, nuk ka shqiptar që të mos ketë një lidhje. Normalisht që votimi i diasporas për mua është një gjë shumë e mirë. Për herë të parë shqiptarët janë pjesë e vendit tyre. Edhe a keni pritshmëri nga diaspora, zonja Dinela? Pra, a mendoni që diaspora do shikojë një leadership të ri në Shqipëri për ta votuar? Pritshmëritë tona për diasporën janë shumë të larta. Sikundër unë ceka edhe pak më parë, ne jemi nismëtarët e votës së diasporës dhe ne nuk kemi shkuar t'i takojmë shqiptarët tanë jashtë kufive, po themi para 2 muajsh, para 1 muaj kur filloi fushata. Ne kemi 1 vit e gjysmë që jemi me ta, kudo ku ata janë. Dhe e them me shumë krenari, jemi partia që ka realizuar takimet më të mëdha në diasporë. Dhe këtë e thon sondazhet edhe të gjitha takimet që ne kemi realizuar kudo. Qasja, dashamirësia që ata kanë për ne si frymë dhe forcë e re politike dhe dëshira e madhe për ndryshim për vendin e tyre që janë përzën nga të gjitha partitë e sprovuara me pushtet, i ka përzën nga vendi i vet, është shumë e madhe për ta mbështetur. Ne prandaj thash me bindje që pritshmëritë tona janë shumë të larta. Unë ju falenderoj sonte që ishit me mua, që gjetët kohën dhe mundësinë nga një fushatë intensive për të bërë pjesë e emisionit Pa Kompromis dhe shpresoj që duke qenë se fushata ka dhe ditë vazhdim dhe jemi përsëri bashkë. Faleminderit zot. Do jemi me kënaqësi në takimet e radhës. Unë kam një thirrje për qytetarët. Uroj dhe shpresoj që në datën 11 maj të na votojnë dhe të na mbështesin. Do të thoshte kur të vizë herë në vit. Masivisht. Jo, thjesht dua t'ju them që votoni 6 nismë Shqipëria bëhet, votoni Redinela Beqira për Qarkun Durrës dhe mos harroni keni votuar veten tuaj. Faleminderit për ftesën. Natën e mirë, ky është emisioni për sonte.